Në Kosovë, duhani pijet mrena, po është foji i shtetit, a është foji i popullit. Unë jam fisi prej sotit me papian, edhe ç'kjo është shnesh. Në Kosovë, në shumë kafeteria po restorante, duhani pijet mrena. Shumë keq kjo. Mirë po, i kujt është foji? Na e na marakli që për çdo sen me dhon qevelia e shtetit ish PBN, ministri inspektori. Po mirë be bir, po a peshet çat shen muri që po thot nuk pijet duhani mrena. Ato shteti e ka vënu. Tash te a ki nevojë më të nejt te kryt me stops më thon mos e pe duhani mrena. Këto është foji te populli. S'ka që të bën shteti më shumë. Pik me ë. A dim se foji i popullit çto. Nëse nesër kafi që ti preferum, e ndalon duhanin mrena, edhe kur shkesh ti me pi kafe, ai kamarieri zotni ta bën, falbe po nuk kena to e pi mrena më. Çka bën ti? I çon hund o çuhesh pi kafiçit. Kjo i bën. Çaj kafeç mos me pas më çarkullim çka pas më herët, në rastin më të lehtë do të më largu çat kamarierin zotni pi punës, në rastin më të rënd do të më mshil kafiçin krejt. Krejt kjo se bëdha jote, s'm bedhes duhanin shank. Tash, ja i më të lon ty me dhez mrena, ja më mshil biznesin. Ashtu i kena 3 palë, të cilat kanë arsyet e veta se çysh vendosin rreth punës së duhanit. Vazhdojmë me palën e parë, e cila është shteti. Ta ndalon duhanin mrena, se aty bëhet tullog, edhe se dia ka dhez kaftar, a shka të ndodh mrena. Për me mbrojtje shtetin e njerëzve, po edhe për me mbrojtje higjiene, shteti thot nuk bën me pi duhan mrena, o ja ran se nuk ka vitin 1975. Shkojmë tek pala e dytë, i cili është kafiçi, edhe më thon drejtën në çet pozitë i ka sanat mas keshti. Ta ndalon duhanin mrena, se shteti ka thonë me bombë të podi kanë të e pi duhanin mrena në kafeshtonin unë e kam dënu. Edhe në anën tjetër, kafiçi është ambient i mbyllur. Edhe dyqysh mrena be, s'le gruaja me pi duhanin e po t'jajnë kafeç. Dhe në fund vim te pala e tretë, as po pala e preferume. Unë edhe ti që po më këshyr mu. Arsyeja pse na e pim duhanin mrena është se çashtu na quhet. Kur çfarë arsye tjetër nuk ka. Tash nalo edhe menoj te 3 çto palë, cilat janë vendimmarrëse në çet sistem. Edhe cilla e ka mas leti me ndryshu menën e tyne. Normal që mas leti e kena me ndru vendimin unë edhe ti. Mujna mos me pi duhanin mrena. Se tek e fundit s'na bën cup, me dal deri jashtë me dhëz cigare me u kthi mrena. Mas mirë dikon me lon kejt, po ç'a më bë. Në përmbledhje, na krejt ka 5 vjet si ken Allah. Nuk mundet më na nejt shteti të na rujt neve për mi krye, apo pina duhan, apo s'po pina duhan mrena. E sheshajen që spije duhani, respektoja naneve. Halla, po zotni, mos e dhez mrena. Tu e përfshi edhe veten se thonë si muti si jo, te, po na i kush tjetër që e nje që pe duhanin mrena, që si mutaj na dy. Shteti e bën ligjin, na do të me respektu. Po mënyrën që funksionojnë ana që tash, është pak a shumë sikur me tentu m'ja bo vetës edhe shtetit tjetër ma shtirë. Nuk mundesh të njetër me thonë qevelia. Sa ai nuk ka të bën ty, që e dhez mrena. I shkon mirë, më ngu mu pak, edhe unë me ngu vetin pak, se unë nuk jam qa që i mirë, me ngu vetin pak, po me full vetit. Me thonë ndrysha, se zbat nami. Mendoj, aj ditën e mirë.